Kjo është një fest e begat, një fest që na tregon sakrificën që duhet të bëjmë për një tjetrin, për të mirën e përbashkët dhe për mirëqenien e përbashkët. Kjo fest na tregon sakrificën e madhe që bëri profeti i madh Ibrahimi a.s. bashkë me të birin e tij Ismailin a.s. ku Zoti Fuqiplot e urdhëroi që ta bëj kurban, por mëshira dhe bereqeti e Allahut Fuqiplot deshi që të zbres një dash dhe pikërisht ky është edhe simbolika e Kurban Bajramit dhe kjo na tregon edhe neve traditën e Ibrahimit a.s. ku duhet të bëjmë sakrificë për të mirën e përbashkët, duhet që ne të sakrifikojmë së bashku për të drejtën, duhet të sakrifikojmë së bashku për të dëlirën, duhet të sakrifikojmë së bashku për të mirën dhe për harmoninë dhe çdo gjë tjetër që është e mirë për mbar njerëzit ku të ndodhen. Atëherë neve na mbetet vetëm se çdo gjë ta bëjmë për hir të Krijuesit ton dhe të jetë për të mirën e mbar krijesave, mbar njerëzimit ku të ndodhet dhe së fundi ju uroj për shumë vjet dhe gëzuar Kurban Bajram. Besimtarët e besimit islam në qargun e Lezhës, por në gjithë Shqipërinë, ju uroj festën e Kurban Bajramit, paqen, harmoni dhe gati e shëndet familjet e tyre. Është një festë e cila tani është thuajse festë për gjithë, është një festë që na kujton detyrën e gjithë secilit nga ne, e kështu nuk kam gjë tjetër për shtuar veç se t'ju them gëzuar gjithë secilit prej tyre harmoni e begati në familjet e tyre. Në emër të Bashkisë Lezhë dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve të komunitetit musliman gëzuar Kurban Bajramin, qoftë kjo festë harmoni, begati dhe mirësi në të gjitha familjet tuaja.